padrejtësia që i bëhet punëtorëve në mënyrën se si ata do ta bëjnë aplikimin e fesë së tyre. Pra kur shkon dikush për me hinë punë dikon, ose ka fillu punën dhe shefi duke u falë, e dëgjon një shef i cili thot vetës musliman. I thot vetës musliman. Dhe thot se këtu thot nuk ka më falë, këtu s'është xhami. Ose e gjen dikon që e pengon një besimtar, një punëtor, e pengon nga ardhja sot për ta falur namazin e xhumas. Allahu na ruaj. Ta njerëz janë tepër të guximshëm, ti quajmë kështu, për shkak se këta leje që vetë nuk falen, që janë të e bëjnë mëkat, por këta e bëjnë edhe mëkatin e dytë, të cilët e marrin guximin dhe për t'i ndalur njerëzit nga falja e namazit dhe nga adhurimi ndaj Allahut Azza wa Jall. Keni frikë Allahun dhe lejoni punëtorët e juaj që ta falin namazin e xhumas. Keni frikë Allahun dhe lejoni punëtorët e juaj që ta falin namazin ditor që i vjen në punë. Për shkak se ka mundësi bereqetin Allahu me ta lëshu përmes atij punëtori i cili është duke u falë në vendin e punës. Mos i pengoni njerëzit nga adhurimi i Allahut